إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falenderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhelle xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet në këtë ditë madhështore ja përcjellin profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, sot përfundojmë edhe përmbyllim këtë hutbë mbi kategorinë e 5 të atyre 7 personave të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu në ditën kur nuk ka hije përpos hijes së tij, e padyshim se në atë me të cilën u informuam gati 13 hutbe është i 5 dhe kategoria e 5 për të cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allaha rabbal alamin. Ai burri, ai njeriu i cili e fton një grua me pozitë dhe bukuri të lartë, e ai thot un kam frikë Allahun xhelle xhelaluhu, Zotin e botrave. Padyshim se o vëllezër, nuk është për qëllim që na të folim vetëm braktisja dhe largimi i mëkatit, por gjithashtu dhe fitimi që të fitojsh ndaj epshit tënd në momentin kur janë të ndimet dhe kur të keqësohet epshi yt, dhe dëshira yte në ato momente që ti ta fitojsh dhe epshin tënd e ta prangosish ato dhe ta ndalojsh duke vendosur për sjelljen e Allahut xhelle xhelaluhu para gjithë syve të njerëzve dhe frikën e Allahut xhelle xhelaluhu para asaj kënaqësie e cila është një kënaqësi kaluese. E veçanërisht të vëllezër që na marrmi mosim dhe duhet vazhdimisht që të folim për këtë mëkat i cili aq shumë ka përfshirë kohën tonë, thuajse në këtë kohën në të cilën na jetojmë, ndoshta nuk ka pas kohë më herët më shumti që është përhap mëkati i zinaz dhe i immoralitetit. Thuajse në mod çdo njeri i cili është nuk i ngel që nuk ka mundësi ndoshta të bjen më në atë mëkat vetëm sa atë që e ruan Allahu xhelle xhelaluhu dhe e mbron atë. E mu për atë vëllezër mësimi i kësaj në cilën na rrjedh që ta mbajmë në mend gjithherë që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na përcjelli që kushdo i cili dëshiron që të jetë nga ata të cilët do strehohet në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu në ditën kur nuk ka hije përpos hijes së tij, le të jetë nga ata të cilët ai ka ruajtur nderin e tij, ka ruajtur dëlirsinë e tij dhe ka ruajtur ai me mundësinë dhe me frikën të cilën e ka në Allahun xhelle xhelaluhu, e ka ruajtur trupin e tij edhe vetveten e tij dhe familjen e tij që ai mos të bjen në këtë mëkat të irrituar. Dhe se padyshim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na lajmëron dhe na tregoi se fryti aq i madh i asaj me të cilën ti do të mbrohesh nga ky mëkat. Nëse ti vendos frikën e Allahut xhelle xhelaluhu para kësaj kënaqësie dhe para këtij mëkati, ta dish se ajo ka fryte të cilët ti do të i korrish dhe ti do të i kapish dhe të i fitojsh që Allahu ta ruan nderin tënd
të ruan nderin e familjes tënde dhe të ruan nderin e pasardhësve tu. Për arsye se ligji i Allahu xhel xhelalu te krijesat e tij o vëllezër gjithherë ka rrjedhur dhe është e njohur që të shpërblehet apo të ndëshkohet njeriu sipas llojit të veprës të cilën ai e bën. Nëse bën keq, do t'i bëhet keq. Nëse ka vepruar keq, do të veprohet për të keq. Nëse ka gjykuar keq, gjykohet për të keq. Nëse ka ruajtur nderin e njerëzve, ja ruan Allahu xhel xhelaluhu nderin e tij. Nëse ka ruajtur nderin e muslimanëve, nuk ka cenuar nderin e muslimanëve, nuk ka shkelur nderin e muslimanëve, ja ruan Allahu xhel xhelaluhu nderin e tij, nderin e familjes së tij dhe pasardhësve të tij. Nëse ka shkelur dhe ka cenuar nderin e muslimanëve, do të çon Allahu xhel xhelaluhu dikan që do t'ia bën që ta shijon, po të njëjtën në të cilën ai e ka shijuar dikuje dhe ka shkelur dhe i ka tërhequr ato kufi. E mu bëna të vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se nëse dëshironi që të i keni familjet e ndershme dhe të ruhet familja yte, të jesh ti ai i cili ruan nderin tënd dhe dëlirsën tënde. Në hadithin të cilën e transmeton Hakimin Mustadrekun e tij nga Buhari radhiyallahu anhu, edhe pse për këtë hadith folën dietarët për saksinë e tij, disa ngritën në Hasan li ghairihi, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ifu an nisa'in nasi, ta'ifu nisa'ukum." Ruani nderin e grave të njerëzve, jeni të mbrojtur ata të cilët përmbahuni nga nderi i grave të njerëzve, që të ruan Allahu xhel xhelalu t'ia ruan nderin e grave t'juaj. E mu për atë vëllezër, tha Imam Shafiu rahimahullah, duke i radhitur disa poezi në këtë kontekst, që me të vërtet vlen që të shkruan me ngjyrë ari dhe të mbahen mend vazhdimisht, ai e cekun kënd kontekst këto poezije të vazhduara me kuptim shumë të gjerë dhe të mirë, tha: "Ifu ta'iffa nisa'ukum fil mahrami, wa jannibu ma la yaliqu bi muslimi, fa inna zina daynun, fa in aqradtahu kana al-wafa'u min ahli baytin fa'lami." Tha Imam Shafiu rahimullah, rujen nderin tënd, je i përmbajtur nga nderi i të tjerëve, të ta ruan Allahu xhel xhelaluhu nderin e grave tua, në mos të binë në haram, dhe ta dish ta se nuk i takon një besimtarit, një muslimonit të mirë, që ai ka nder dhe dëlirësi, ta bën një vepër të tillë, një vepër të keqe, të shëmtuar, e të shkon e të bën immoralitet, e të bën zina, në veçanërisht të vëllezër kur njeriu mendon se ai ka aftësi që ta bën atë. Për atë tha, le ta din se cili, le ta merr këtë këshill edhe t'ja përcjell se cili dashamir, tha: "Fa inna zina daynun, fa in aqradtahu." Le ta din se zinaja, immoraliteti është si një borxh. Nëse ti e merr hua atë dikun, tha le ta din se do ta kthen borxhin dikush nga familje yte, le ta dish, tha ato binshëm dhe mirë. Men yazni fi bejtin bi alfej dirhamin, yuzna fi bejtihi bi gajri dirhami. Kushdo, tha, i cili a i paguan dhe bën zina në ndonjë shtëpi, tha paguan 2000 dirham, le ta din se të shtëpia ati do të bëhet zina dhe pas 1 dirham. Men yazni yuzna walau bi jidarihi. Kushdo, tha, i cili bën zina, do të bëhet zina të shtëpia ati, po edhe nëse e mbron ato edhe me 4 murët e fortifikuarat të tij. Tha le ta din se cili se do të shpërblehet apo do të ndëshkohet simbas asaj të cilën ai e ka vepruar. In kunte ja hadha labiban fafhami. Nëse je i mençur, kuptoje se ashtu sikur që të bësh do të bëhet, dhe se është ligji Allahu xhel xhelalu që të kthehet, dhe lumë për ati i cili ruan derin e tij, që të ruan derin e shtëpisë së tij dhe familjes së tij, për shkak se historia një gjë të tillë e ka dëshmuar o vëllezër. Dhe shkurt pa marrë kohë Ibnul Jauzi rahimullah na cekin një shembull të tillë, duke na treguar që kishte ndodhur më herët, tha, në Irak, një tregtar i cili ishte i shquar shumë, por ai arriti në moshë dhe deshti që t'ia lën tregtin mo djalit të tij. Ai e kishte një djalë vetëm dhe një vajzë. E tha, ja lën tregtin mo djalit të tij, por e porositi duke i thonë: "O biri im, të bëj bene Allahun xhel xhelaluhu, të kish kujdes, ta ruajsh nderin tënd, ruaja këtë pasuri dhe këtë tregti, të cilën ta lo ty,
e mos të bish në mëkat, e veçanërisht pra mëkati më i shëmtuar i zinos, dhe ta dish se ki e motër, e ndoshta mund të ndëshkohesh dhe të hakmirësh te motra yte për mëkatin që ti mundesh me bu. Edhe ky ishte i bindshëm dhe normal se i riu gjithherë porosit e babës nuk i merr parasysh, edhe gjithherë mendon se baballarët janë dhe prindërit janë ata të cilët e teprovin shumë herë duke të këshilluar, duke thonë se ki kujdese mbahu kështu, por nuk i shkojnë në mend se mund të sprovohet. Dhe se cili prej nesh ndoshta në këtë kohë mund sprovohet, dhe pak nga ata që mund të binë apo mund të ruhen nga ky mëkat. Shumica ndoshta bjen këtë mëkat, Allahu na ruaj të gjithë dhe na i fal këtë mëkat të gjithë. Kushdo i cili është provuar, pendimi i Allahut është i hapur, ktheu te Allahu xhel xelaluhu, për shkak se është një borxh të cilin e merr e ndoshta borxhi të kthehet një ditë në familje. E ky o vëllezër ky djalë i ri shkon në Sham, nga Iraku për të bërë tregti në Sham, merr lejen, tha kam gjetur atje mall që të shkoj të bëj tregtin dhe u vonua për një vjet. Por atje u sprovua me një sprov, në tregti ra me një grua, deri tha sa pas një kohësh i pëlqej shumë dhe ai u afrua me atë grua, e kapi e shtërngoi dhe mori puthje nga ajo. E pastaj o vëllezër, ky plaku, ky baba ishte në shtëpi. Tha e kish me një ujësjellës, më herët ka qenë që kanë paguajtur ujësjellësin që t'ju sjell ujë e t'ja mbush enët në shtëpi nga pustet të cilët i kanë marrur. Tha ai gjithherë vinte në shtëpi, dilte vajza, merrte ujin, i mbushte enët e sjellte ujin në shtëpi. Tha por një ditë, duke qenë unë në oborrin e shtëpisë, tha e shoh del vajza ta merr ujin nga ujësjellësi, tha ujësjellësi e kap vajzën time dhe e puthi ato, e shtrëngoi ato. Ajo bërtiti dhe pastaj u largua ai, me njëherë iku nga bërtitja e saj. Tha kur erdha afër vajzës, çka është çështja? Tha o baba im, dëshiroj tha të ma humb nderin ky ujësjellësi që se ka bë kurrë një gjë të tillë. Atëherë tha, ruaje këtë moment, se ndoshta vllai yt ka bën ndonjë mëkat dikun, e Allahu xhel xelaluhu ndëshkon për mëkatin e vllavit tan. Ka ndodhur diçka, kur të vjen mbas një viti, vjen djali me gëzim që ka fituar në tregti shumë. Dhe pastaj i tha babës vet se kam fituar kaq, ka qëndruar kaq, por e shef që nuk gëzohet baba. Prindi nuk gëzohej o vëllezër. E kishte një derdh. Fytyra e tij tha ishte e mërzitur. Tha çka është çështja? Tha o birim, s'mintereson mua sa ke fituar dhe çfarë tregtie ke bërë. Po tha më trego, e ka rafte masieten, mos vallë ke bërë ndonjë mëkat. Tha jo bab, çfarë mëkati, pse të bëj mëkat? Tha të bëj bejnë Allahun xhel xelaluhu, t'jesh i sinqert, a ke bërë ndonjë mëkat, tregom. E kur e pa fytyrën dhe po që ka ndodhur diçka në shtëpi, tha o bab, po ka ndodhur, tha thjesht një mëkat, vetëm që rash në tregti me një grua, kam shtrënguar dhe kam marrë puthje nga ajo. E aty u ndal baba dhe i tha fjalën që e shkruajti historia, tha diqqatun bi diqqa, walau zitte lazada saqqa. Tha goditje me goditje, marrje me marrje, imci me imci, sikur të kishe shtuar ti, do të shtonte dhe ujësjellësi më shumë. Pra kjo është o vëllezër një borxh me të cilën ashtu tha Imam Shafiu rahimullah në poezinë e shquar të tij, tha fa inna zina daynun. Zinaja është një borxh që nëse e merr hua, ta dish se dikush do ta lan atë hua nga shtëpia e tij. Lusim Allahun xhel xelaluhu që Allahu të na mbron dhe Allahu xhel xelaluhu të na pastron nga ky mëkat e të ruan rinin tonë. Wa kullu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba. Të nderuar vëllezër, padyshim se kështu është ligji Allahu xhel xelaluhu që të shpërblehet njeriu sipas llojit të veprës së tij. Nëse ai mbjell hajër dhe mirë, do ta korr të mirën dhe do ta korr hajrin dhe mirësinë. Nëse mbjell sherr, do ta korr sherrin dhe të keqen. Kushdo i cili dëshiron që të jetë i lumtur në këtë botë dhe i ndershëm dhe me delirësi, le ta ruan nderin e njerëzve, që t'ia ruan Allahu xhel xelaluhu nderin e tij dhe familjes së tij. Për arsye se është një fjalë e njohur në të cilën një herë pa ndodh te Davudi alayhis salam. Thuhet se një grua ishte sprovuar një njeri i cili ato e impononte për të bërë imoralitet dhe për të bërë mëkat me ta, por kjo s'diti tha si të mbrohet, ndryshe vetëm ju drejtua duke i thonë këtij njeriu dhe i tha, dije se çka të bësh me mua ti këtu, dikush te shtëpia yte atje të njëjtën po ta bën. Ai pastaj tha u trishtua,
dhe tha se kjo ka dhe një siguri diçka që është duke ndodhur mu në shtëpi në familjen time. Tha shkoj shpejt në shtëpinë e tij, kur e pa një burr të njëjtën duke bërë me familjen e tij, e kapi atë burrin dhe e çon tha në gjykim te Davudi alayhis salam. E pastaj me habi thot Davudi alayhis salam, si mundet të ndodh njëjtën atje unë këtu? Tha atëherë Allahu xhelle xhelalu e porosit Davudin alayhis salam dhe tha thua ja Davud, kema tadinu tudan. Ashtu si që të bëjsh do të bëhet. Pra lumë për atë i cili ruan dëshmërinë e tij, lumë për atë i cili gjithherë mundohet që të ruan nderin e familjes së tij dhe pasardhësve të tij. Ai që ruan nderin e njerëzve, ja ruan Allahu xhelle xhelalu nderin e tij, familjes së tij dhe pasardhësve të tij. Kush dëshiron që të jetë me paqe dhe i shpëtuar në ditën e gjykimit, le të ruan kufijtë e Allahut xhelle xhelalu. Këto ishin ato porosi me të cilat na i përmbyllim në këtë hutbë. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.